Një tjetër ish banor i Big Brother, VIP Albania, i futet politikës, kandidat për deputet në qarkun e Elbasanit. Është zbardhur lista e kandidatëve për deputet Partisë Demokratike në qarkun e Elbasan, të cilët pritet jenë në listën e hapur. Mes emrave që bie në sy është edhe tenori Armaldo Klogjeri, i cili ishte pjesë e edicionit të Big Brother VIP Albania, ku shpall fitues Luiz Elli. Me sa duket, gjatë kësaj periudhe pauze nga muzika, tenori ka vendosur të fokusohet në politikë.